Po të mos strehohej familja David Zuarec nga qyteza Petah Tikva në Izrael, me shumë gjas nuk do të ekzistonte më. Por fakti se e bën këtë, mëngjesin e së hënës, të gjithë antarët e saj shpëtuan pa pasoja, kur një raketë iraniane ra në pronën e tyre. Ky sulm me shumë gjas është më uniku në krejt historinë e luftës dhe konfliktit ndërmjet shtetit hebre dhe Republikës Islamike. Kjo për faktin se shtëpia e David u qelluar për herë të dytë nga predhat iraniane brenda një viti. Në fakt, ajo ishte rinovuar nga sulmi i parë pak muaj më herat. Kjo është hera e dytë tashmë, tha ai për The Press Service of Israel, duke qëndruar jashtë shtëpisë së tij të dëmtuar. 4 muaj më parë përfunduam rinovimin e shtëpisë nga raketa e mëparshme, një vit i tërë pune, dhe tani një tjetër raketë godet shtëpinë tonë. Shtëpia ishte dëmtuar më parë gjatë një breshtërie raketash iraniane në qershor 2025. Goditja e së dielës, sipas David dhe forcave emergjente, ishte shumë pranë të përfunduarit në tragjedi. Kur alarmi për strehim ra këtë mëngjes në telefonin e tij, ai nuk ishte se nxitoi menjëherë drejt zonës së mbrojtur, pasi kishte besim të madh se shanset që shtëpia e tij të goditej për herë të dytë ishin pothuajse 0. Megjithatë, shkoi në dhomën e sigurt me insistimin e djalit të tij. Dëgjuam alarmin dhe shkuam në dhomën e sigurt. Papritur dëgjuam një shpërthim shumë të fortë, tha ai. Kur kërcënimi kaloi, familja e David u lejua të dalë nga strehimi. Gjendja e shtëpisë e hidhëroi, por edhe e gëzoi në një farmase për faktin se dëmtimet nuk ishin shumë të mëdha. Bomba thërmuese që ra në kulm shkatërroi çatin, tjegullat dhe taracën, por struktura e objektit nuk ishte prishur shumë. Kjo nuk ishte vetëm dëmtimi i pronës, është frika dhe pasiguria që vjen me dijen se shtëpia jote mund të goditet përsëri në çdo moment, tha ai. Pas sulmit të dytë ndaj shtëpisë së tij, ai ka një lutje. Shpresoj që të mos na duhet akulloria. Le të shpresojmë se nuk do të ketë herë të tretë. Akulloria ishte një referencë për një shprehje e përdorur nga izraelitët, thënë si me humor për rastësinë dhe përsëritjen e ngjarjeve. Sidoqoftë, ai tha se kjo luftë duhet ta përfundojë një herë për gjithmonë. Nuk mund të jetojmë kështu. Strehohemi, dalim, strehohemi sërish. Ka ardhur koha të jepet fund kësaj lufte. E kaq. Shtoi David që falenderoi Zotin për fatin që e shpëtua 2 herë. Do të bëj një seudat hodah, tha ai. U lazuan një vakt apo racion ushqimi që organizohet nga hebrejt për të falendëruar Zotin pasi dikush ka shpëtuar nga një rrezik apo ka kaluar një ngjarje të vështirë. Autoritetet izraelite të sigurisë bën apel edhe pas kësaj ngjarje për rëndësinë e ndjekjes së protokolleve të sigurisë dhe qëndrimit në zona të mbrojtura gjatë alarmeve. Në ndërkohë, shërbimet sociale ngritën shqetësime për ndikimin e rënduar psikologjik të njerëzit si pasojë e sulmeve të përsëritura në raketa. Sipas forcave të mbrojtjes së Izraelit, rreth gjysma e raketave balistike të lëshuara nga Irani kanë mbajtur kokë luftarake me municione thërmuese, të cilat janë të ndaluara nga konventa për municione thërmuese të vitit 2008. Disa vende, përfshirë SBA-n, Rusinë, Kinën, por edhe vetë Izraelin dhe Iranin nuk kanë ratifikuar traktatin dhe nuk janë palë në të. Që nga fillimi i sulmeve të koordinuara të Izraelit dhe SBA-s me 28 shkurt kundër objektivave iraniane, 15 izraelit janë vrarë dhe mbi 3200 janë plagosur nga hakmerrja me raketa e Republikës Islamike ndaj shtetit hebre.